Pensionistët e Vlorës nuk kanë mundësi përveç se ecjes për të kaluar kohën e lirë në qytet. Pamundësia nga pensionet e ulta bën që pjesa më e madhe e tyre as si kafe s'kan mundësi ta pinë. Për në restorante, siç thonë edhe vetë, nuk kanë ekonomi të shkojnë, madje edhe për kaluar kohën e lirë e kanë të pamundur të gjejnë mundësi. Pensionistët në qytetin e Vlorës marrin një pension mesatar prej rreth 200.000 lekësh në muaj e nuk kanë mundësi tjetër përveç se ecjes. Me atë pension që përfitojnë tregojnë se mezi ja dalin të përballojnë shpenzimet e jetesës e jo më tepër se aq. Si e kaloj? Me vështirësi, po e bëj, po s'na lë iniciativë. Vetëm ecjen. As një kafe nuk e pim dot, vetëm ecjen. Ja kështu brit Vlorë-Skel. Vlorë-Skel, hajde dil në lungomare dhe ktheu në shtëpi. Po kaq në kafe s'futemi dot se jemi pensionista. Mua s'më ngrit pensioni fare, se më than ata që kur u ankova që ti ke marrë pension të pjesë. So se mora të vogël, po dhe nuk pensionim sa është tashi, me gjitha ato, me gjitha 250.000, gjitha qarë janë shtuar, javën nuk e mbush. Do paguaj jo internetin për televizor, jo telefonat, drita, ujtë e gjitha, do marrë dhe ilaçet baruan këto. Ne edhe kur blejmë në qik mish e djekim tigan që të vijera shpia, jo për të ngrënë, no. Qeveria duhet të vëdor të moshat e treta, se ne jemi për t'iku. Ja bëj të qiron, se unë jam pensionist, jam 72 vjeç, dhe bëj të qiron rri me shpinë qole dhe vi deri këtu dhe i për apështë shpia dhe asë jetit. Qështë ditë për ditë. 180.000 lekë pension marrë, që jetë me ha buk me djata me i kokër të vate. Unë kam edhe ngruar. Ajo merë 250, kështu që me të shtërëngor, me ujë e drita, unë pagoj 100.000 lekë ujë e drita. Pensionistë vetëm të ecjen, këtë kanë kelepire dhe të tjera dhe pasaj janë në prak të vdekjes dhe vdes. Për ushime për këto. Bëj ilaçet, nuk i përfitoj me ribursin. Bëj 1 orë gjysmë, 2 kafe. Të më drejtën e radhë mund të ulem që të pinoj një kafe. Tashti, ka këtë Vlora që ambientin e ka të mirë, po duhet pastërtia brenda qyteti, këto. Ndërkohë në Vlorë ka një qendër që ofron disa shërbime dhe ndihmesa falas për pensionistët, por pjesa më e madhe nuk preferojnë të shkojnë duke zgjedhur më shumë të ecë Buzdetit e të kalojnë kohën në ajër të pastër.